Është hadithi që thot ittaqillah haythu ma kunt. Friksoje Zotit kudo që të jesh dhe sido që të jesh. Çfarë? Kjo është një lidhje e para, kjo është e quajtur shtylla e parë e afrimit me Zotin e gjithësisë. Kjo ka të bëjë mes teje dhe Zotit. Kjo është mes robit dhe Zotit. Çfarë do të thotë robi me Zotin? Do thotë që Zoti më thotë o njeri, në çfarë do lloj gjendje që të jesh, ti ke frikë Zotin. Kujtoje Zotin kur je mirë, një nga dobit që të kujtoj Zotit kur t'jesh në vështirësi. Friksoje Zotit kur je mirë, kujtoj Zotit kur t'jesh smur, kur t'jesh keq. Në momentet vështira njerëzit ku të drejtohen? Gjithë. Bile edhe ai i cili herë mund të kundërshtojë në besim apo edhe mund të dalin atë të guzojë dhe thotë që s'ka Zot. Edhe neglizhenti më i madh vjen një moment që po fare kur vjen momenti i vështirë thotë thotë Zot më shpëton. Zot, sepse e kupton vetvetiu në zemrën dhe shpirt. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi wasallam e citon dhe i vën dukje besimtarëve dhe njerëzve. Frika është këtu. Është në zemër, në shpirt. Gjithë e kuptojnë që ka Zot. Dhe në momentin e vështirë, në momentin e drejtohet Allah, o Zot, të më shpëto. Edhe kjo çështje, pra, me ke frikë Zotin kudo që të jesh dhe sido që të jesh. Pra në çfarëdo vendi. Prandaj ne themi që frika ndaj Zotit madh, një nga mirësitë dhe begatit është se e bën njeriu produktiv. Produktiv do thotë ai nuk e ka frikë Zotin vetëm në xhami. Ai dhe jashtë xhamisë është shembull. Jo vetëm me atë urtësinë vet, me atë për ulësinë e tij ndaj Zotit që si në xhami, atë moralin e lartë, pa diskutim ne themi që kjo është një dobi e madhe se kjo i detyrohet një besimtari që të reflektojë në jetën e përditshme. Ke frikë Zotin kudo që të jesh. Në xhami, ne themi kemi frikë Zotin në xhami. Në xhami gjithë shikojnë për ulur, i lutën Zotit gjithësisë me edukat, me sjellje, me moral. E njëjta gjë kërkohet, pra kjo është lidhja ngushtë ke pjesa e parë e hadithit, e njëjta gjë kërkohet edhe me njerëzit kur del jashtë. Ke frikë Allahun kudo që të jesh dhe e dyta sido që të jesh. Je mirë, je shëndetshëm, je shumë mirë. Atëherë këtu puno. Jepe produktin tat. Mundohu të jesh pozitiv, mundohu të jesh me të vërtetë ndim njerëz dhe gjitha me radhë. Pse? Sepse në momentin, një nga dobit, në momentin kur ti të jesh në vështirësi, kur ti je dobët, pra ndihmo kur ke pasuri. Pse? Se do ndihmoj Allahu kur ti je varg. Kjo është lidhja me Zotin, se nuk do ta lej gjatë. E dyta, thot atbi sayyata hasana tamhuha. Kjo është me veten e njeriu, me veten e tij. Ai monologu që unë shpesh herë përmend në mësime me njerëzit në vëllezërit e mi, që shumë i rëndësishëm besimtarin që njeriu të njohë veten. Njeriu kur njeh veten e tij, aty fillon pastaj ndryshimi. Nëse një veten s'është mirë, aty kërkon Allahu më mirë. Pra, çfarë thotë Zoti? Nëse e bën një gabim, kjo është ajo çfarë kërkohet tek besimtarët, tek devotshmit. Devotshmit nuk do thotë që nuk gabojnë. Gabojnë. Njeriu gabon, është bërë që të gabojë. Por ku është dallimi mes njeriu të mirë, devotshëm, që përkushtuar dhe atij që është neglizhent dhe largohet, se ky devotshëm më një herë e pason të keqen me një të mirë.